Adi Fiku, zoti Berisha, Edi Rama ka deklaruar sot në Asamblen e Partisë Socialiste se do ta uli maksizën 20% kur çmimi i naftës të kalojë 2200 lekë. Kjo është një tallje e hapur me njerëzit. Absolute. Kjo është cinizëm i ul. Do të thotë që çmimi do shkojë 2200 dhe kjo do të thotë që ky është lubia që po përfiton më shumë nga çmimi i naftës, se kur çmimi i naftës shkon 2200, përfitimi i tij nga ky çmim rritet me 40% dhe këtu tani zotohet se do të nxjerrë sy dhe do të vetullat. Është turpshme, është cinike. Kjo është i motiv për çdo qytetar të dalë të nxjerrin makinat, të bllokojmë rrugët. Të mos lëm një hajdut, një krye hajdut të sillet në këtë mënyrë. Ju e dini që çdo, a e keni marrë vesh, më fani zotëri. Ka një gjë shumë të rëndësishme. Për herë të parë në Shqipëri, këtë vit, për herë të parë në histori e pluralizmit sigurisht, që ekonomia nuk është kontribuesi kryesor në GDP në vendit, në prodhimin bruto të vendit. Jo. Janë taksat dhe rrogtarët e shtetit. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot se janë rritë aq shumë taksat sa që të ardhurat vinë prej tyre, janë rritë dhe të ardhurat prej tyre tjerë me radhë. Është një rreth vicioz shumë negativ për ekonominë, që e frenon ekonominë, dhe tani të premtosh ti shqiptarëve se kur të arrijnë 2200 nafta, atër do t'ul aksisën, është tallje cinike. Dhe do thotë dhe njëherë, që ti nxjerrë sysht dhe ti çosh vetullat. Prandaj, qytetarë shqiptarë të dalin, të argëzojmë, e kemi në dorë, të heqin qafe njerit të papërgjegjshëm. A e morë të vesh, sot? A e morë të vesh? Ka marrë përsipër të paguaj borxhin e Air Albania, të paguaj 35 milion euro Air Albania, sepse i ka shpenzuar me 120 ultimet, 150 ultimet turistike tjere me radhë. Dhe tani detyrohen takspaguesit të paguajnë 35 milion euro kompanisë private që ka falimentuar. Arjan Geci, Rama tha se do të çojë përpara ligjin për referendumet. Do të ulem